Klubi i basketbollit po kalon një periudhë jo të lehtë në kampionat, ku rezultatet e fundit kanë ngritur pikpyetje rreth formës së ekipit dhe objektivave për këtë sezon. Humbjet e fundit kanë ndikuar në renditje, duke e bërë edhe më të rëndësishme çdo ndeshje të mbetur. Durant Hana nga klubi i basketbollit Vllaznimi ka folur për gjendjen aktuale të ekipit pas ndeshjeve të fundit. Do të më koni reflektim pas asaj ndeshje, realisht do të më konë sinqert, nuk kena marrë rezultatet që kena performu, përveç lojës mrena, në fakt me Yllin edhe me Rovecin që nuk performun që duhet, ndeshjen i kisha veçu me Trepçin edhe me Borën jashtë, kena performu mirë, por nuk kena marrë rezultatin e fitores. Tash përbësej ndeshja me Prishtinën është vendimtare vikend dhe na duhet mund mbledh forcat dhe mi motivu lojtarët që me tentu ndeshjen e Prishtinës mi fitu. Po ashtu, Hana u ndal edhe tek objektivi kryesor i ekipit, që nënkupton mbijetesën në Super League. Janë edhe 2 ndeshje me Prishtinën edhe si mysafir dhe me PEN si vendas. A ko gjosat që më qëndrum në Super League? Matematikisht po. Tash nëse na kryjmë detyrën tonë, fitojmë to 2 ndeshje, atëherë presim edhe rezultatet e ekipit të Rovecit me ekipet e Trepçës edhe Yllit, kështu që është gjithçka në dorën tonë. Sipas tij, pavarësisht vështirësive, ekziston besimi se me angazhimin maksimal, klubi i basketbollit Vllaznimi mund të sigurojë qëndrimin në elitën e basketbollit kosovar.